Sot është dita botërore e ujit, e cila është një nga eventet më të rëndësishme për ujësjellësat anë mban botës. Përkujtohet nga e gjithë bota që nga viti 93 Kombet e Bashkuara e kanë sankcionuar ditën botërore datën 22 mars dhe ne si ujësjellës rajonal i Durrësit, duke qenë se ky është viti i tretë që funksionojmë si shoqëri rajonale, në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve bashkë me Agjencinë Franceze për Zhvillim, kemi marrë këtë nismë në të 6 pikat ku ne kemi aktivitet tregtar, të informojmë qytetarët mbi rëndësinë që ka pagesa e ujit. Po ashtu të informojmë mbi punën që kemi bërë ne si shoqëri rajonale për mirëqenien e të gjithë ujësjellësave që kemi marrë tashmë njësi rajonale të ujësjellësit Durrësit. Ne duam t'i falenderojmë gjithë qytetarët që janë korrekt, duan të informohen, janë prezent dhe ne do mundohemi të bëjmë maksimumin për të qenë edhe ne brenda pritshmërive të tyre.